Në sirtarët e vjetër të sigurimit të shtetit, të fshehur në mpluhur dhe heshtje 50 vjeçare, u gjet një dosie me vull të kuqe dhe shënimin të digjet me njëherë. Brenda saj një raport i shkruar me dorë të dridhur nga një oficeri sigurimit në Pogradec, datuar 28 gusht 1983. Raporti fillonte me fjalët: familja Starova ka zhdukur, kufiri është shkelur, dështimi është absolut. Këtë dokument e fshehtën për dekada, sepse ai provonte diçka që regjimi i Enver Hoxhës nuk mund ta pranonte kurrë, se një familje intelektuale e rrethuar nga spiun dhe qenë të trajnuar, ja doli të mashtrojë makinën më të frikshme të diktaturës. Por si? Si një mësuese, një inxhinier dhe 2 fëmijë të vegjël arritën të kalojnë liçenin e Pogradecit natën, kur çdo metër uji mbikëqyre nga pushka automatik. Kush i ndihmoi? Dhe më e rëndësishmja, çfarë ndodhi me ata që mbetën pas, ata që dinin por heshtën? Kjo është historia që Tirana zyrtare nuk donte ta dëgjoni kurrë. Historia e natës kur familja Starova bëri të pamundurën. Pogradeci i viteve 80 ishte një qytet i ngrirë në kohë dhe frikë. Rrugët e tij të ngushta të shtruar me kaldrëm të vjetër Osman kallonin përgjatë bregut të liçenit që shkëlqente sipas qirë e shtremt nën hënën e plot. Por bukuria e tij ishte mashtruese, sepse çdo pemë, çdo shtëpi, çdo fytyrë në atë qytet fshihte një sekret ose një tradhti. Në qendër të qytetit, në një ndërtesë gri me dritare të vogla si vrima pushke, ndodhej selia e sigurimit të brendshëm, zemra e errët e kontrollit total. Aty punonin burra me sy të ftohtë dhe duar të pastra, burra që nuk vrisnin vetë, por urveronin vdekjen me një firmë. Dhe aty në një zyrë në katin e dytë, mbahej dosja e familjes Starova, një dosie që trashej çdo muaj me raporte, fotografi të fshehta dhe dëshmi të mbledhura nga fqinj, kolegë, madje edhe nga kushërinë e largët. Agim Starova ishte inxhinier hidraulik, një burr i gjatë me mjekër të rrallë dhe sy që shikonin gjithmonë përtej horizontit, sikur kërkonin diçka që nuk ishte aty. Ai kishte studiuar në Tiranë në vite 60, kur ende ëndrat ishin të lejuara, dhe ishte kthyer në Pogradec me një diplomë dhe një besim naiv se puna e ndeshme do ta shpëtonte nga dyshimet e regjimit. Por babai i tij, Petrit Starova, kishte qenë pronar toke para luftës, një armik klase sipas nomenklaturës komuniste. Kjo njollë biografike e ndiqte Agimin si hije. Çdo aplikim për punë, çdo kërkesë për leje udhëtimi, çdo fjalë e thënë në publik regjistrohej dhe analizohej. Ai punonte në uzinën e ujit, por kur nuk u bë shef, kur nuk u dekorua, kur nuk u ftua në mbledhjet e partisë. Ishte i dukshëm por i padukshëm, një fantazm që ecte nëpër korridoret e uzinës me kokën ullur dhe buzët e mbyllura. Gruaja e tij Drita ishte mësuese në shkollën fillore Enver Hoxha. Një grua e hollë me flokë të zinj të mbledhur në bisht dhe një buzëqeshe që nuk i arrinte kurrë syve. Ajo mësonte fëmijët e fshatrave përreth të lexonin dhe të shkruanin. Por çdo mëngjes, para se të hynte në klasë, duhej të mbante një mësim tjetër, mësimin e propagandës. Shoku Enver është babai ynë i madh, thoshte ajo me zë monoton, ndërsa fëmijët përsërisnin si papagaj. Por natën kur fëmijët e saj, Arlinda 8 vjeç dhe Besnik 5 vjeç flinin, Drita qante në heshtje në kuzhinën e errët, duke mbajtur në duar një letër të vjetër nga motra e saj Flutura, që kishte ikur në Greqi në vitin 1975 dhe nuk ishte dëgjuar më kurrë. Letra ishte e fshehtë, e kontrabanduar nga një peshkatar që kishte guxim ose marzi. Në të shkruaj vetëm një fjali: këtu frymojmë, ju lutem provoni. Por si të provonin? Kufiri ishte mbyllur me tela me gjemba, mina toksore dhe patrulla që ecnin çdo natë me qenë të egër. Liçeni i Pogradecit, që shtrihet deri në Makedoni, ishte i vetmi rrugë natyrale, por ujërat e tij mbikëqyreshin nga kullat e rojës me projektor që ndriconin sipërfaqen si ditë. Çdo vit, disa të dëshpëruar provonin të notonin, dhe çdo vit, kufomat e tyre gjendeshin të fryrë në breg, me vrima plumbash në shpinë. Regjimi ekspozonte ato në sheshin e qytetit si paralajmërim. Fëmijët e shkollës detyroheshin të kallonin pranë tyre, të shikonin fytyrat e nxira dhe të mësonin mësimin. Tradhtarët vdesin. Por Agjimi dhe Drita nuk ishin të dëshpëruar. Ata ishin të durueshëm, dhe kjo durim do të shndërrohej në plan. Gjithçka filloi në një mbrëmje vjeshte të vitit 1982, kur Agjimi u kthye nga puna me një shprehje të çuditshme në fytyrë. Jo frikë, por diçka më të rrezikshme. Shpresë. Ai hyri në shtëpi, mbylli derën me kujdes dhe pa folur asnjë fjalë, tërhoqi Dritën në dhomën e gjumit. Fëmijët polluanin në obor. Ai nxori nga xhepi i brendshëm të xhaketës një copë letre të pallosur 4 herë, të njom nga djersa. Kur e hapi, Drita pa një hartë të vizatuar me dorë, një hartë e liçenit, me shënime të vogla me shkronja latine dhe shigjeta që tregonin rrugë, thellësi uji, pozicione kullash.
Në një cep me shkrim të vogël shkruhej: Zona e verbër, 150 metra nga Gurishtja. Ndërrimi i rojës ora 2 pas mesnatës. Koha 7 minuta. Nga e more këtë? Pyeti Drita, vezëri i saj dridhej. Nga një njeri që nuk ekziston më, tha Axhimi. Një inxhinier që punonte në ndërtimin e kullave të rojës. E pushkatua një javën e kaluar për sabotazh, por para se të vdiste, ja la këtë një shokut. Ve shoku ma dha mua, sepse di që unë, që ne. Ai nuk e mbaroi fjalin, nuk ishte nevojë. Drita e kuptoi. Ky ishte momenti që kishim pritur dhe friksuar për vite. Momenti kur ëndra e largjimit nda një kopshti mbyllur me tella me gjemba bëhej e prekshme, reale, e mundshme. Por gjithashtu vdekje prurëse. Nëse na kapin, filloi Drita, nëse na kapin, fëmijët do të dërgohen në jetimoren e burrelit dhe do të rriten si armiq të popullit, tha Axhimi me një qetësi të ftohtë. Por nëse nuk provojmë, ata do të rriten këtu, në këtë ferë, duke mësuar të urrejnë dhe të friksohen. Cila është zgjedhja më e mirë? Drita nuk tha asgjë. Ajo vetëm shikoi hartën dhe pastaj shikoi drejt dritares ku Arlindave Besnik qeshnin duke ndjekur një flutur. Dhe në atë moment, ajo mori vendimin që do të ndryshonte gjithçka. Por ata nuk e dinin se dikush tjetër po i shikonte. Nga shtëpia përballë, pas perdeve të verdha, Qemal Hoxha, sekretari degës së partisë dhe fqingji i tyre prej 10 vjetësh, po i vëzhgonte me dëllbi. Ai kishte parë Axhimin duke futur dorën në xhep, kishte parë shprehjen e tij, kishte parë mënyrën se si mbyllën derën. Ve Qemali, një burr me fytyrë të ndyshme dhe sy si të miut, e dinte mirë se çfarë do të thoshte kjo. Ai kishte raportuar dhjetra familje më parë. Disa ishin arrestuar, disa ishin zhdukur, disa ishin dërguar në kampe. Dhe për çdo raport, Qemali merrte një shpërblim të vogël, një racion shtesë vaj, një certifikat falënderimi, një vend më të mirë në radhën për apartamente. Por këtë herë, Qemali vendosi të presë, sepse ai kishte një plan më të mirë. Ai do t'i linte të përgatiteshin, do t'i linte të besonin se ishin të sigurt, dhe pastaj, në natën e arratisjes, do t'i tradhtonte. Kështu shpërblimi do të ishte më i madh, ndoshta një udhtim në Tiranë, ndoshta një dekorat nga vetë shoku Enver. Qemali buzëqeshin e errësirë duke mbajtur dylbin dhe priste. Por a e dinte Axhimi se po vëzgohej? A e kishte parë hijen pas perdeve? Apo ishte aq i marrë nda shpresa sa që kishte harruar rregullin e parë të mbijetesës në diktaturë, se murët kanë vesh dhe fqinjet kanë sy? Muajt që pasuan ishin një teatër i përsosur i normalitetit. Axhimi shkonte në punë çdo mëngjes në orën 7, mbante kasketen e tij të vjetër blu dhe përshëndeste kolegët me një tundje koke. Drita vazhdonte të mësonte fëmijët, të korrigjonte detyrat dhe të mbante mësime për heroizmin e partizanëve. Arlinda dhe Besnik luanin në obor, kacaviteshin me fqinjet dhe askush nuk do të dyshonte asgjë. Por në sipërfaqen e kësaj rutine të qetë, një plan po merrte formë me precisionin e një ore zvicerane. Çdo të shtunë, Axhimi shkonte në liçen me shokun e tij, Petri Gjoka, një peshkatar i vjetër me fytyrë të rrudur, si lëkurë thatë dhe duar të forta si rrojnë dushku. Ata hidheshin me vark, hedhim rjetat dhe flisnin për gjëra të parëndësishme, për kohën, për peshkun, për çmimet në treg. Por në të vërtet, Axhimi po mësonte. Po mësonte rrjedhat e ujit, fellsin pranë bregut, vendet ku roja nuk shikonte dot për shkak të shkëmbinjve. Petriti e dinte se çfarë po bënte Axhimi, por nuk pyeste kurrë. Ai vetëm tregonte me gjeste të ngadalta ku ishin zonat më të sigurta, ku ishin minat e fshehura në ujë, ku ishin vendet ku qenë të rojës nuk arrinin të nuhasin për shkak të erës së peshkut të kallbur që vinte nga fabrika. Një ditë ndërsa po tërhiqnin rrjetat, Petriti tha pa e shikuar Axhimin. Nëse dikush do të provonte të kallonte, do të duhej ta bënte në një natë pa hënë, kur era fryn nga jugu dhe uji është i turbollt. Dhe do të duhej të kishte diçka që të mos e linte të fundoset. Jo jelek shpëtimi, se ato shihen, por diçka tjetër. Si çfarë? Pyeti Axhimi. Si shishe plastike të zbrasta, të lidhura me tellë në rrobat, tha Petriti. Ato nuk shihen, por të mbajnë mbi ujë. Dhe nëse fëmijët janë të vegjël, duhen lidhur me litar në belin e prindërve, që të mos humbasin në errësirë. Axhimi e shikoi të vjetrin dhe për një moment sytë e tyre u takuan. Petriti nuk buzëqeshi, por në thellësinë e shikimit të tij kishte diçka, një miratim i heshtur, një bekim i fshehtë. Pse më thua këto? Pyeti Axhimi. Sepse unë provova një herë, tha Petriti. Në vitin 1967, por gruaja ime nuk dinte të notonte. Ajo u fundos 50 metra para bregut. Unë u ktheva, sepse nuk mund ta lija të vetme, dhe që atëherë jetoj me atë pendim çdo ditë. Ai nuk tha më asgjë.
Vetëm ktheu kokën dhe vazhdoi të tërhiqte rjetën, ndërsa peshqit e argjend kërcenin në fund të varkës si shpirtra të pafat. Por ndërsa Agjimi po mësonte sekretet e liçenit, Drita po përgatiste diçka tjetër, dokumentet. Ajo e dinte se edhe nëse kalonin kufrin, pa letra identiteti, pa dëshmi se kush ishin, do t'ishin askush në anën tjetër. Prandaj ajo filloi të vjedh, me kujdes, me durim, me një guxim që as vetë nuk e dinte se e kishte. Nga zyra e drejtorit të shkollës, ku shpesh hynte për të marrë regjistrat, ajo vodhi një vull zyrtare dhe një letër me kokë të Ministrisë së Arsimit. Nga shtëpia e një kolegu që kishte vdekur vjet, ajo mori një certifikat lindjeje të vjetër të verdhur nga koha. Dhe nga një arkiv i harruar në bodrumin e shkollës, ajo gjeti fotografi të vjetra, të cilat mund të përdoreshin për të falsifikuar dokumente. Natën, kur fëmijët flinin, Drita u lej në tavolinë me një lampë të vogël dhe punonte me dorë të qëndrueshme, duke shkruar, duke fshirë, duke rishkruar. Ajo krijoi certifikata të rreme, leje udhëtimi të rreme, madje edhe letra rekomandimi të rreme nga partia. Nëse pyeteshin në anën tjetër, ata do të thoshin se ishin një familje e persekutuar, se kishin ikur nga regjimi, se kërkonin azil. Dhe këto letra do të ishin prova e tyre. Por një natë, ndërsa po punonte, ajo dëgjoi një trokitje të lehtë në dritare. Zemra i ngriu. Ajo shikoi nga xhami dhe pa një hije, një fytyrë të paqartë që shikonte nga jashtë. Për një moment mendoi se ishte sigurimi, se kishin ardhur të arrestonin. Por pastaj fytyra u afroi më shumë dhe ajo e njohu. Ishte Flutura, motra e saj e vogël, që kishte ikur 8 vjet më parë. Jo, nuk ishte Flutura. Ishte vetëm imagjinata e saj, e lodhur nga stresi dhe frika. Ajo mbyllur syt, mori frymë thellë dhe kur i hapi përsëri, hija kishte zhdukur. Por në atë moment, ajo kuptoi se koha po mbaronte. Nëse nuk vepronin shpejt, do të ishte shumë vonë. Dhe kështu, në një mbrëmje të fillimit të gushtit 1983, Agjimi dhe Drita ulën fëmijët dhe u thanë diçka që nuk e kishin thënë kur më parë, të vërtetën. Kote. 14. Do të bëjmë një udhtim, kote. 14:03 tha Agjimi. Kuote. 14:04. Një udhtim të fshehtë, natën. Dhe ju duhet të jeni shumë të qetë. Asnjë fjalë, asnjë britma, asnjë lot. Nëse bëni zhurmë, njerëz të këqij do të na kapin. Por nëse jeni të fortë, do të shkojmë në një vend ku dielli nuk fshihet kurrë. Arlinda, me sytë e saj të mdhenj kafe, pyeti. Si kopshti i gjyshes? Po, tha Drita, duke përmbajtur llotët. Saktësisht si kopshti i gjyshes. Besnik, që ishte shumë i vogël për të kuptuar, vetëm tundi kokën dhe tha, unë do të jemi fort si shoku e Enver. Agjimi dhe Drita u shikuan njëri tjetrin, dhe për një moment, ata nuk e dinin nëse të qeshin apo të qanin. Por ata nuk e dinin se Qemal Hoxha, fqingi i tyre, tashmë kishte shkruar raportin. Ai e kishte dorëzuar atë mëngjesin në zyrën e sigurimit, dhe tani oficerët po përgatiteshin. Ata nuk do t'i arrestonin menjëherë, jo. Ata do të prisnin derisa familja Starova të lviste, derisa të ishin në ujë, derisa të ishin më të cenueshëm. Dhe pastaj do t'i kapnin si mish në kurth. Por a e dinte Agjimi këta? A kishte parë diçka, një shenjë, një vështrim, një fjalë të gabuar? Apo ishte aq i verbuar nga shpresa sa që nuk e pa tradhtin që po i afroi si një re e zezë mbi liçen? Në bodrumin e ndërtesës së sigurimit të brendshëm në Pogradec, të fshehur nga sytë e qytetit që jetonte sipër në një normalitet të rrem, ruhen ende sot disa objekte që askush nuk guxon t'i prek. Një çantë lëkure e njom nga uji i liçenit, një palë këpucë fëmijësh me lidhse të grisura, dhe një fletore me kopertinë të kuqe, ku dikush kishte shkruar me shkronja të mëdha, lista e tradhtarëve, gusht 83. Kur hetuesit e rinj pyesin veteranët se çfarë përmbajnë këto objekte, përgjigjja është gjithmonë e njëjtë, një heshtje gjatë, një shmangji e shikimit, dhe pastaj fjalët. Mos pyet për atë natë, disa dështime është më mirë të harrohen. Por çfarë dështimi mund të jetë aq i madh sa që oficerë të trajnuar nga KGB-ja ruse, burra që kishin gjurmuar dhe kapur qindra ratisës, nuk guxojnë ta përmendin emrin e tij? Çfarë ndodhi në atë bodrum natën e 28 gushtit, kur familja Starova tashmë ishte në ujë dhe kur Qemal Hoxha hyri duke mbajtur një raport që premtonte medalje, por që në vend të kësaj solli turpin më të madh të karrierës së tij? Kush ishte personi që e tradhtoi tradhtarin? Dhe pse, edhe sot, kur emri Starova përmendet në Pogradec, njerëzit e vjetër mbyllin syt dhe thonë një lutje të heshtur. Nata e 27 gushtit 1983 ishte një nga ato net kur qielli mbi Pogradec dukej si një qese e shqyer.
me yje që shpërthejnë si plag të hapura mbi errësirën. Era nga jugu filloi të frujë rreth orës 9 pasdite, duke sjell me vete erën e pishave nga malet e Makedonisë dhe një llakështirë që depërtonte deri në Kocka. Agimi Starova qëndronte në dritaren e dhomës së gjumit, duke shikuar liçenin që shkëlqente si qell që thyer në dritën e dobët të yjeve. Ai nuk ishte fjetur për 3 net me radhë. Sët e tij ishin të kuq, duart I dridheshin lehtë, dhe në mendje I kallonin të njëjtat pyetje përsëri e përsëri. A ishte harta e saktë? A ishte koha e dur? A do të mbijetonin fëmijët në ujin e ftohtë? A do t'i tradhtonte dikush në minutën e fundit? Por më e rëndësishmja, pyetja që e hante nga brenda si acid. A kishte të drejtë të rrezikonte jetën e fëmijëve të tij për një shpresë që mund të ishte vetëm një iluzion? Drita hyri në dhomë pa bërë zhurmë, duke mbajtur në duar një qese të vogël pëllhure, ku kishte vendosur dokumentet e falsifikuara, pak bukë të thatë, një shishe ujë dhe një fotografi të vetme, një fotografi të vjetër, ku ajo dhe motra e saj flutura qëndronin përpara një pemë arë në kopshtin e gjyshes, duke buzëqeshur me atë pafajësi që ekziston vetëm para se bota të mësoj se çfarë është frika. Ajo e vuri qesen pranë derës, pastaj erdhi pranë Axhimit dhe e kapi dorën e tij, një dorë që ishte e ftohtë si mermeri I varit. Nëse nuk e bëjmë sonte, nuk do ta bëjmë kurrë, tha ajo me një zë që nuk lejonte diskutim. Petriti tha se era do të ndryshojë nesër, dhe unë pash sot në shkollë një njoftim. Do të ketë një kontroll të ri të popullsisë javën tjetër. Do të kontrollojnë çdo shtëpi, çdo person. Nëse na gjejnë me këto dokumente. Ajo nuk e mbaroi fjalinë, por nuk ishte nevojë. Të dy e dinin se çfarë do të thoshte. Jo vetëm arrest, por diçka më e keqe. Fëmijët do të merreshin, do të riedukoheshin, do të mësonin të urrejnë prindrit e tyre si tradhtar të popullit. Arlinda dhe Besnik do të rriteshin duke mbajtur një emër tjetër, duke besuar një gënjeshtër tjetër, duke jetuar një jetë që nuk ishte e tyre. Axhimi e shtrëngoi dorën e dritës dhe tha: "Atëherë sonte, ora 2 pas mesnatës, ashtu siç planifikuam. Por ka një gjë që duhet ta dish. Unë pash sot Qemalin duke më shikuar nga dritarja. Ai nuk e fsheu. Ai donte që unë ta shija. Kjo do të thotë se ai di diçka, ose dyshan diçka." Drita ngriti kokën menjëherë dhe në sytë e saj u shfaq një shkëlqim I ftohtë, një vendosmëri që Agimi nuk e kishte parë kurrë më parë. Atëherë do t'i japim atij diçka për të parë, tha ajo. Diçka që do ta bëj të besoj se ne nuk po shkojmë askund. Dhe kështu, në orën 10:30 të asaj nate, Agimi dhe Drita dollën në obor me Arlindën dhe Besnikun, të veshur me rroba të zakonshme, dhe filluan të lozën një lloj. Një lloj që dukej kaq normale, kaq e pafajshme, saqë çdo vëzhgues do të mendonte se kjo familje nuk kishte asnjë plan tjetër përveç të kaluarit të një mbrëmjeje të qetë vere. Ata qeshën, kacaviteshin dhe në një moment Agimi madje thirri me zë të lartë. Nesër do të shkojmë në plazh, fëmijët duan të notojnë. Dhe nga dritarja përballë, Qemal Hoxha I dëgjoi këto fjalë, I pa ata duke luajtur dhe për një moment dyshimi I tij u turbullua. Ndoshta kishte gabuar. Ndoshta ata nuk po planifikonin asgjë. Ndoshta ai kishte shkruar një raport të rrem dhe tani do të duhej të përballej me pasojat. Por Qemali nuk e dinte se kjo ishte saktësisht ajo që Axhimi dhe Drita donin, ta bënin të dushonte, ta bënin të priste, ta bënin të besonte se kishte kohë. Sepse koha ishte armiku më I madh I tradhtarit. Sa më shumë pret, aq më shumë rritet ankthi, aq më shumë fillon të shikoj hije ku nuk ka asgjë. Në orën 11:30, Axhimi dhe Drita futën fëmijët në shtëpi, I vunë në shtrat dhe u tanë të flenin. Por ata nuk flinin. Arlinda dhe Besnik qëndronin të shtrirë në errësirë, me sytë e hapur, duke dëgjuar zërat e ulët të prindërve që flisnin në domën tjetër. Ata nuk kuptonin fjalët, por kuptonin tonin, një ton që ishte njëkohësisht I butë dhe I ashpër, I dashur dhe I frikshëm, sikur prindrit e tyre po u thoshin lamtumir dhe mirëseardhje në të njëjtën kohë. Në orën 1 pas mesnatës, Axhimi u ngrit, veshi rrobat më të errta që kishte dhe filloi të lidhte shishet plastike të zbrazta në xhaketën e tij me tel peshkimi, një nga një, derisa trupi I tij u bë I fritur si një kukull e çuditshme. Drita bëri të njëjtën gjë dhe pastaj me duar që dridheshin por nuk ndaluan kurrë, ajo I veshi fëmijët me rroba të zeza, I lidhi ata me litar të hollë në belin e saj dhe të Axhimit dhe u ta për herë të fundit. Asnjë fjalë, asnjë zë. Nëse dëgjoni diçka të frikshme, mbyllni sytë dhe mendoni për kopshtin e gjyshes. Dhe në orën 1:45, familja Starova doli nga dera e pasme e shtëpisë së tyre, duke ecur nëpër errësirën e oborit si fantazma, duke kaluar pranë pemëve që kishin mbjellë me duart e tyre, duke lënë pas një jetë që nuk do të ktheheshin kur ta shihnin përsëri. Por ata nuk e dinin se dikush tjetër po I shikonte, jo Qemali, por dikush shumë më I rrezikshëm. Një kulmi I një shtëpie të largët,
Një oficer i sigurimit me emrin Arben Kolla po i ndiqte me dëllbinate, duke shënuar çdo lëvizje të tyre në një fletore të vogël. Ai kishte marrë raportin e qemavit, por ndryshe nga kolegët e tij, ai nuk kishte vendosur të arrestonte familjen menjëherë. Ai kishte një plan më të sofistikuar. Ti linte të arrinin në ujë, ti linte të besonin se ishin të sigurt, dhe pastaj, në momentin kur do të ishin më të lodhur, më të pambrojtur, më të dëshpëruar, ti kapte si peshq në rjet. Kjo do të ishte një mësim për të gjithë qytetin, se nuk ka shpëtim, se nuk ka shpresë, se kufiri është i përjetshëm si vdekja. Por Arbeni nuk e dinte se dikush tjetër po e shikonte atë. Një grua e vjetër me shami të zezë, që qëndronte në hijen e një muri, dhe që kishte parë shumë net si kjo, shumë familje si Starovet, shumë tradhtar si Qemali dhe shumë gjuetar si Arbeni. Dhe kjo grua, që askush nuk e njihte me emër, por që të gjithë e kuanin thjesht pllaka e liçenit, mbante në dorë diçka që askush nuk e kishte parë. Një fishek zjarr të vjetër ushtarak, të vjedhur nga një depo e harruar dhe një shkrepse që ende funksiononte. Ajo priste, dhe kur koha do të vinte, ajo do të vepronte. Sepse edhe në ferin më të errët, ka gjithmonë dikush që mban një shkëndij drite, jo për të shpëtuar të gjithë, por për t'u dhënë të paktën një shans atyre që guxojnë të besojnë. Por a do të mjaftonte një fishek zjarr për të shpëtuar një familje nga një makinë vrasëse që kishte vrarë mijëra? Apo ishte kjo vetëm një gjest i kotë, një iluzion i fundit para errësirës përfundimtare? Uji i liçenit të Pogradeqit në orën 2:10 të mëngjesit të 28 gushtit ishte i ftohtë si gjaku i ngrirë, dhe kur Axhimi Starova futi këmbën e parë në të, ndjeu një dhimbje kaq të mpredhë sa që për një moment mendoi se kishte shkelur mbi një thik. Por nuk ishte thik, ishte vetëm temperatura, që në atë thellësi dhe në ato orë të natës zbriste në 10 gradë, dhe që mund të ngrinte muskujt e një noti brenda 15 minutash. Ai u kthye dhe shikoi dritën që po mbante besnikun në krah, dhe Arlindën që po kapej pas xhaketës së saj me një forcë që ishte njëkohësisht prekse dhe tmerruse. Fëmijët nuk bën asnjë zhurmë, ashtu siç u ishte thënë, por sytë e tyre ishin të hapur aq shumë sa që dukeshin si dy hëna të vogla në errësirë. Tani, tha Axhimi me një pëshpëritje që mezi dëgjoi mbi zhurmën e lehtë të vallëve. Dhe mos harroni, nëse dëgjoni fishklima, zhëtuni në ujë dhe mbani frymën sa të mundeni. Ata nuk mund të shohin në sipërfaqe. Dhe kështu, familja Starova filloi të ecë në ujë hap pas hapi, duke u zhitur gjithnjë më thellë, derisa uji arriti në gjunjë, pastaj në bel, pastaj në gjoks. Shishet plastike në rrobat e tyre i mbanin mbi sipërfaqe, por pesha e fëmijëve ishte e madhe, dhe drita ndjeu menjëherë se muskujt e saj po fillonin të dridhen. Ajo e dinte se nuk do të mund ta mbante besnikun për më shumë se 20 minuta, dhe rruga deri në bregjet e Makedonisë ishte të paktën 30 minuta notim. Por ajo nuk ta asgjë. Aho vetëm vazhdoi të ecte, duke ndjekur agimin, që notonte përpara me lëvizjet ngadalta, të kontrolluara, duke u përpjekur të mos bënte zhurmë. Pas tyre në breg, Arben Kolla po i shikonte me dylbinate nga një pozicion i fshehur pas një shkëmbi. Ai mund t'i shihte qartë, 4 figurat e errta që lviznin në ujë si hije të ngadalta. Ai buzëqeshi. Plani i tij po funksiononte. Ai do t'i linte të largoheshin nga bregu, do t'i linte të lodheshin dhe pastaj do të jepte sinjal për varkën e patrullës që priste në errësirë me motorin e fikur, gati për të sulluar. Kjo do të ishte një kapje perfekte, pa shtëna, pa zhurmë, pa dëshmitar. Vetëm një raport i pastër që do të thoshte, familja Starova u kap duke tentuar të kalonte kufirin. Janë arrestuar dhe do të gjykohen sipas ligjit. Por ajo që Arbeni nuk e dinte ishte se Petriti Gjoka, peshkatari i vjetër, po qëndronte në anën tjetër të liçenit, në një varkë të vogla pa drita, duke pritur. Ai kishte premtuar Axhimit se do të ishte aty, se do të ndihmonte, por nuk ishte thënë si. Dhe tani, ndërsa shikonte familjen Starova duke notuar drejt zonës së rrezikshme, ai nxori nga nënulse një send që kishte fshehur për këtë moment, një rjet peshkimi e vjetër, por jo e zakonshme. Kjo rjet kishte qenë dikur e babait të tij dhe kishte një veçori të çuditshme. Ishte e thurur me fije metalike të holla që kur goditen nga drita shkëlqejnë sipas qyra. Petriti e hodhi rjetën në ujë në një pozicion të saktë dhe pastaj ndezi një fener të vogël për një sekond, vetëm një sekond, por mjaftueshëm për të krijuar një shkëlqim që u pasqyrua në rjet dhe që nga larg dukej si një shkëlqim peshku. Arben Kolla e pa shkëlqimin dhe menjëherë ktheu dylbin në atë drejtim. Ai pa rjetën, pa varkën e Petritit dhe për një moment u ngatërrua. A ishte kjo një peshkatar i zakonshëm, apo ishte një bashkëpunëtor i familjes Starova? Ai vendosi të dërgonte një patrull të dytë për të kontrolluar, dhe kjo vendim i kushtoi 5 minuta.
5 minuta që familja Starova i përdori për të notuar më thellë, më larg, më afër zonës së verbër që harta kishte treguar. Por pastaj diçka ndodhi që askush nuk e kishte parashikuar. Nga bregu lindor i liçenit, nga një pozicion që askush nuk e kishte vëzhguar, u dëgjua një zhurmë fort, një fishklim e mpret, e ndjekur nga një shpërtim drite. Ishte fishekzjarri i pllakës së liçenit, që ajo e kishte ndezur dhe e kishte hedhur në ajër. Drita e tij ndriçoi qiellin për 3 sekonda, duke krijuar një shkëlqim të kuq dhe të bardhë që u pa nga të gjitha kullat e rojës në të njëjtën kohë. Kaosi filloi menjëherë. Rojet menduan se ishte një sulm, një sabotazh, një sinjal nga një grup aratisisht të tjerë. Projektorët u ndezën të gjithë njëkohësisht, duke ndriçuar sipërfaqen e liçenit, por jo në vendin ku ishte familja Starova. Ata ishin tashmë në zonën e verbër, të mbrojtur nga shkëmbind. Projektorët ndriçuan varkën e Petritit, ndriçuan bregjet, ndriçuan madje edhe pozicionin ku Arben Kolla po fshihej, duke e detyruar atë të tërhiqej më prapa. Dhe në atë kaos, në atë konfuzion, familja Starova vazhdoi të notonte. Axhimi ndjeu se forca po i mbaronte, se duart po i mpikeshin, se mushkrit po i digjeshen nga ajri i ftohtë. Drita po përpiqej të mbante besnikun mbi ujë, por pesha e tij po e tërhiqte poshtë, dhe ajo ndjeu se po fundosej. Arlinda, e lidhur me litarin, po notonte me një vendosmëri që ishte përtej moshës së saj, por edhe ajo po lodhej. Dhe pastaj, kur menduan se nuk do të arrinin, kur menduan se do të fundoseshin aty në mes të liçenit, në mes të errësirës, në mes të asgjës, ata ndjen diçka në këmbët e tyre. Nuk ishte ujë, ishte rërë. Ishin ardhur në breg, ishin kalluar. Axhimi u ngrit duke u përpjekur të qëndronte në këmbë dhe tërhoqi dritën dhe fëmijët nga uji. Ata ranë në rërë duke gullquar, duke dridhur, duke qarë pa zë. Për një moment ata nuk lvizën, vetëm qëndronin aty të shtrirë në tokë, duke ndjekur se ishin gjallë, se kishin arritur, se ishin përtej kufirit. Por a ishin vërtet të sigurt? Apo kjo ishte vetëm një iluzion tjetër, një shpresë tjetër që do të shkatërohej nga një plumb që vinte nga errësira? Në zyrën e sigurimit të brendshëm në Pogradec, në orën 4:20 të mëngjesit, Arben Kolla po qëndronte përpara një telefoni të zi që zinte pa ndalur. Ai e dinte se kush po telefononte. Ishte Tirana, ishte qendra, ishte zëri që nuk pranonte dështim. Ai e dinte se çfarë do të thoshte kur të ngrehej receptori, se kishte dështuar, se kishte lënë një familje të kallonte kufirin, se kishte turpëruar sigurimin, se karriera e tij kishte mbaruar. Por më e keqja nuk ishte kjo. Më e keqja ishte se ai e dinte se kush e kishte traftuar, jo familja Starova, jo Petriti Gjoka, jo pllaka e liçenit, por Qemal Hoxha, fqinjji që kishte shkruar raportin, që kishte premtuar informacion të saktë, që kishte thënë se do t'i kapte ata para se të largoheshin. Arben Kolla e ngriti receptorin dhe dëgjoi zërin e ftohtë nga ana tjetër. Shoku Kolla, raporti juaj është i paplot. Ku është familja Starova? Ata kanë kalluar, tha Arbeni, dhe zëri i tij ishte i thirr. Por ne do t'i gjejmë, do të dërgojmë një kërkesë në Maqedoni, ju nuk do të dërgoni asgjë 18. Ju do të shkruani një raport që thotë se familja Starova ka vdekur në liçen gjatë një aksidenti. Ju do të gjeni disa rroba të njoma në breg, do të bëni disa fotografi dhe do të mbyllni këtë çështje. Dhe pastaj, ju do të transferoheni në një pozicion tjetër, shumë larg nga Pogradeci. Linja u ndërpre. Arben Kolla e vuri receptorin dhe ull në karrige duke shikuar tavanin. Ai e dinte se çfarë do të thoshte kjo, se historia e familjes Starova do të fshihej, se askush nuk do ta dinte kurrë se ata kishin arritur, se regjimi nuk do të pranonte kurrë se një familje e thjeshtë kishte mundur makinën më të fuqishme të kontrollit në Evropë. Dhe ai gjithashtu e dinte se Qemal Hoxha, tradhtari që kishte shkruar raportin e Rem, nuk do të shpërblej, por do të ndëshkoj, sepse tradhtimi i një tradhtari është gjithmonë më i rëndë se tradhtimi i një heroi. Dhe kështu, në mëngjesin e 28 gushtit 1983, në gazetat e Pogradecit u shfaq një lajm i vogël, në faqen e fundit, me shkronja të vogla. Kuot 19. Familja Starova ka humbur jetën në një aksident tragjik në liçen. Trupi i Agim Starovës u gjet në breg. Gruaja dhe fëmijët supozohet se janë fundosur. Kërkimet vazhdojnë. Por në të vërtet askush nuk kërkoi, sepse të gjithë e dinin se kjo ishte një gënjeshtër. Një gënjeshtër e nevojshme për të mbrojtur imazhin e regjimit, për të fshehur turpin, për të mbyllur një kapitull që nuk duhej të hapej kurrë.
Dhe në anën tjetër të kufirit, në një fshat të vogël Makedonas, familja Starova po ulej në një dhomë të vogla, të ngrohur nda një sopë druri, duke pirë çaj të nqetë që u ishte dhënë nga një familje vendase që i kishte gjetur në breg. Ata nuk flisnin, vetëm qëndronin atu, duke mbajtur duart e njëri tjetrit, duke ditur se kishin humbur gjithçka, shtëpinë, vendin, identitetin, të kaluarën. Por kishin fituar diçka më të rëndësishme, të ardhmen. Dhe kur Arlinda pyeti, "Babi, a do të kthehemi ndonjëherë?" Agjimi e shikoi me sy që ishin plot lot, por edhe plot forcë, dhe tha, "Jo, zemra ime." Por një ditë, kur muri të bjerë, kur kufiri të hap, kur njerëzit të mos kenë më frikë, atëherë historia jon do të tregohet. Dhe njerëzit do të dinë se ne nuk ikëm nga Adeu, ne ikëm nga burgu. Por a do të vinte kur ajo ditë, apo historia e familjes Starova do të mbetej përgjithmonë e fshehtë, e varrosur në ndosjet e sigurimit, e harruar në një popull që kishte mësuar të harronte. Në arkivat e fshehta të Ministrisë së Brendshme në Tiranë, të mbilura me drytë e hekurt dhe vull, që askush nuk guxon t'i prek pa autorizim nga vetë ministri, ruhet një dokument që nuk duhet të ekzistonte. Një kontratë e shkruar në vitin 1980, e nënshkruar nga 5 burra të cilët emrat nuk mund t'i përmendim dot, sepse 3 prej tyre ende jetojnë dhe mbajnë pozicione të larta në shoqërinë shqiptare. Kjo kontratë, e shkruar në letër me kokë të sigurimit të shtetit, përcakton me hollësi diabolike se si do të ndërtojë sistemi i spionimit në qytetet kufitare. Sa spion për çdo 100 banor, sa para do të paguajmë për çdo raport dhe më e rëndësishmja, çfarë do të ndodhte atyre që refuzonin të bashkëpunonin. Në fund të kontratës, me shkrim dore, dikush kishte shtuar një shnim që të ngrinte qimet. Për çdo familje që arrin të kaloj kufirin, 5 familje të tjera do të dërgohen në kampe si paralajmërim. Ky ishte çmimi i lirisë, jo vetëm jeta jote, por edhe jeta e atyre që nuk kishin bërë asgjë, që thjesht kishin pasur fatin e keq të jetonin në të njëjtën rrugë, në të njëjtin lagje, në të njëjtin qytet me ty. Dhe kur familja Starova kaloi kufirin atë natë të gushtit, kur lajmi arriti në Tiranë, kur raporti i Arben Kolës u lexua nga njerëz që nuk fallnin kurrë, një listë e re u hartua. Një listë me 5 emra, 5 familje nga Pogradeci që do të paguanin për aratisjen e Starovëve. Por kush ishin këta njerëz? Çfarë kishin bërë ata për të merituar këtë fat? Dhe pse, edhe sot, kur pyeten të mbijetuarit e atyre familjeve, ata refuzojnë të flasin për atë që ndodhi në vjeshtën e vitit 1983. Qemal Hoxha, fëmijë që kishte shkruar raportin e parë për familjen Starova, nuk e festoi kurrë shpërblimin që kishte shpresuar. Në vend të medaljes dhe udhëtimit në Tiranë, ai mori një vizitë në orën 5 të mëngjesit 3 ditë pas aratisjes. 2 burra me pallto të zeza erdhën në derën e tij, pa trokitur, pa u njoftuar, dhe kur gruaja e tij hapi derën, ata thjesht hyn brenda sikur shtëpia ishte e tyre. Qemali po pinte kafe në kuzhinë duke lecuar gazetën Zëri i Popullit, kur njëri prej tyre u ul përballë tij dhe tha me një zë që nuk lejonte pyetje. "Shoku Hoxha, raporti juaj për familjen Starova ishte i pasakt. Ju thatë se ata do të largoheshin në orën 3 pas mesnatës, por ata u larguan në orën 2. Kjo pasaktësi na kushtoi një dështim kombëtar. Çfarë keni për të thënë?" Qemali ndjeu se goja ju tha. A ju përposhtë të shpjegonte, të justifikoj, të thoshte se ai kishte bërë më të mirën e tij, se ai kishte raportuar atë që kishte parë, se ai ishte një patriot besnik. Por buri me pallto e ndërpreu me një gest dore dhe tha: "Besnikëria juaj nuk është në diskutim, por saktësia juaj po. Dhe në punën tonë, një gabim i vogël është po aq i rrezikshëm sa një tradhti e madhe. Prandaj ju do të transferoheni, jo në Tiranë siç kishit shpresuar, por në Tropoj, me një fshat mallor ku nuk ka telefon, ku nuk ka rrugë, ku nuk ka asgjë, përveç dëborës dhe heshtjes. Aty do të punoni si sekretar i degës së partisë, dhe aty do të mësoni se çfarë do të thotë të jesh i saktë." Qemali u largua nga Pogradeci një javë më vonë me një kamion ushtarak që mbante mobiljet e tij të pakta dhe një familje që qante në heshtje. Askush nuk erdhi ta përcjell, askush nuk i tha llam tu mirë, sepse në atë sistem dështimi ishte një sëmundje ngjitëse dhe askush nuk donte të infektojë. Dhe kur kamioni u largua nga qyteti, duke u ngjitur në rrugën që çonte drejt maleve të veriut, Qemali shikoi për herë të fundit liçenin që shkëlqente në dielin e mëngjesit dhe kuptoi se ai nuk kishte tradhtuar vetëm familjen Starova. Ai kishte tradhtuar veten e tij, sepse kishte besuar se sistemi do ta shpërblente për besnikërinë. Por sistemi nuk shpërblente kurrë. Ai vetëm përdorte dhe pastaj hidhte. Në të njëjtën kohë në Tiranë, në një zyrë pa dritare në katin e 3 të Ministrisë së Brendshme, një oficer me grad koloneli po leconte listën e 5 familjeve që do të ndëshkoheshin për aratisjen e Starovëve. Emrat ishin zgjedhur me kujdes,
Jo ta afërmit e drejt për drejt, sepse ata tashmë ishin në survejim, por njerëz që kishin pasur kontakte të vogla të parëndësishme me starovët. Një mësuese që kishte punuar me dritën, një inxhinier që kishte qenë kolegi i Axhimit, një peshkatar që kishte shitur peshk familjes Starova, një fqinje që kishte huazuar miell, një mjek që kishte vizituar Beznikun kur kishte pasur ete. 5 njerëz të pafajshëm, 5 familje që nuk kishin bërë asgjë tjetër përveç se kishin jetuar jetën e tyre të zakonshme në një vend ku normaliteti ishte një krim. Ve një natë, pa paralajmërim, pa shpjegim, pa gjyq, ata u arrestuan. Dyert e tyre u shkullën nga menteshat, fëmijët e tyre u nxorën nga shtrati dhe ata u futën në kamion që i cuan drejt kampeve të punës në Spaç, në Burrell, në Tepelen. Askush nuk pyeti pse, askush nuk protestoi, sepse të gjithë e dinin se pyetja pse ishte një luksos që nuk mund ta përballonin. Dhe kur familjet e tjera në Pogradec dëgjuan për arrestimet, ata mbyllën dyert, ullën zërat dhe nuk folën më kurrë për familjen Starova. Emri i tyre u bë një tabu, një fjalë që nuk shqiptohej, një kujtim që duhej të fshihej si një plagë e turpshme. Por a ishte kjo drejtësi? Apo ishte vetëm një makinë e egër që gëlltiste të pafajshmit për të ushqyer frikën e të gjithëve të tjerëve? Dhe nëse ti do t'isha në vendin e atyre 5 familjeve, nëse do të arrestoheshe për një krim që nuk e ke bërë, për një njeri që meze i njihje, për një aratisje që nuk e ke ditur, a do t'ureje familjen Starova për lirinë e tyre, apo do t'i falësh për guximin e tyre? Në fshatrat e vogla makedonase pranë kufirit me Shqipërinë në vitet 80, jetonte një komunitet i çuditshëm. Njerëz që flisnin shqip, por që nuk ishin shqiptar sipas dokumenteve. Njerëz që mbajnë emra të vjetër, por që nuk kishin të kalluar. Njerëz që jetonin në hije dhe që nuk donin të shihnin kurrë. Këta ishin aratisit, ata që kishin arritur të kallonin kufirin, por që nuk kishin arritur të kallonin frikën. Ata jetonin në shtëpi të vogla, punonin në fusha, dhe çdo natë kur mbylleshin dyert, ata flisnin me zë t'ulët për atë që kishin lënë pas, për shtëpitë që nuk do t'i shihnin më, për prindrit që kishin vdekur pa i parë, për fëmijët që kishin rritur në një vend që nuk ishte i tyre. Dhe midis tyre, në një shtëpi të vogël me mure gjelqeroreje dhe qati me tjegulla të kuqe, jetonte familja Starova. Axhimi kishte gjetur punë në një uzinë mekanike, duke riparuar makina të vjetra dhe traktor që duken sikur kishin mbijetuar luftën e dytë botërore. Paga ishte e vogël, por mjaftuese për të blerë bukë, qumësht dhe disa perime. Drita nuk mund të punonte si mësuese, sepse diploma e saj nuk njihej, por ajo gjeti punë si pastruese në një shkollë fillore, një punë që ajo e bënte me kokën ullur dhe buzët e mbëllura, duke mos folur kur me askënd, duke mos treguar kur se ajo dikur kishte qenë vetë mësuese, se ajo dikur kishte mësuar fëmijët të lexonin dhe të shkruanin, se ajo dikur kishte pasur një jetë tjetër. Arlinda dhe Besnik shkuan në shkollë, por ata nuk ishin si fëmijët e tjerë. Ata nuk luanin, nuk qeshnin, nuk bënin zhurmë. Ata ulen në bankat e fundit, shikonin nga dritarja, dhe çdo ditë, kur ktheheshin në shtëpi, pyesnin të njëjtën pyetje. Kur do të kthehemi? Dhe çdo ditë, Axhimi dhe Drita u jepnin të njëjtën përgjigje. Një ditë, kur muri të bjerë. Por muret nuk binin. Vitet kallonin, 1984, 85, 86, dhe asgjë nuk ndryshonte. Enver Hoxha vdiq në vitin 1985 dhe për një moment aratisit shpresuan se regjimi do të binte, se kufit do të hapeshin, se ata do të mund të ktheheshin. Por në vend të kësaj erdhi Ramiz Alia dhe gjithçka vazhdoi si më parë, e njëjta frikë, e njëjta kontroll, e njëjta heshtje. Dhe familja Starova kuptoi se ata nuk do të ktheheshin kurrë, se ata ishin të dënuar të jetonin në një limb, as këtu, as atje, as të gjallë plotësisht, as të vdekur plotësisht. Por më e keqja nuk ishte vetmia, më e keqja ishte faji. Sepse çdo natë, kur Agimi mbyllte syt, ai shihte fytyrat e atyre 5 familjeve që ishin arrestuar për shkak të tij. Ai nuk i njihte emrat e tyre, nuk i kishte parë kurrë fytyrat e tyre, por ai e dinte se ata ekzistonin, se ata po vuanin, se ata po paguanin për lirinë e tij. Dhe ky faj e hante nga brenda, si një kancer i ngadallt, i padukshëm, por vdekjeprurës. Ai u bë i heshtur, i tërhequr, i largët. Ai nuk fliste më për të ardhmen, nuk ëndronte më për kthim, nuk shpresonte më për asgjë. Ai thjesht jetonte, një jetë që ishte më shumë si një pritje e gjatë për vdekjen se sa një jetë e vërtet. Drita e shihte këtë ndryshim, dhe ajo u përpoq ta ndihmonte, ta ngushëllonte, t'i thoshte se ata nuk ishin fajtor, se ata kishin bërë atë që duhej për shpëtuar fëmijët e tyre. Por fjalët e saj binin në vesh të shurdër, sepse Axhimi e dinte se e vërteta nuk ishte kaq e thjeshtë. Ai e dinte se çdo zgjedhje ka një çmim, dhe se çmimi i lirisë së tij ishte robëria e të tjerëve. Dhe kjo e vërtet e bënte lirinë e tij të shionte si helm.
Një natë në vitin 1988, Agjimi u zgjua nga një ëndër e tmerrshme. Ai kishte ndëruar se ishte kthyer në Pogradec, se po ecte në rrugët e qytetit dhe se njerëzit po e shikonin me urrëtie, po e mallkonin, po i hidhnin gur. Dhe në fund të rrugës ai pa 5 kryqe të bardhë dhe në çdo kryq ishte shkruar një emër, emrat e atyre 5 familjeve që ishin arrestuar për shkak të tij. Ai u zgjua duke u litur dhe drita e përqafoi, duke i thënë se ishte vetëm një ëndër, Se nuk ishte e vërtet. Por Agjimi e dinte se ishte e vërtet, sepse në diktaturë, ëndrat e këqija nuk janë fantazi, ato janë kujtesa. Dhe në atë moment, ai mori një vendim. Ai vendosi të shkruante një letër që nuk do të dërgojë kurrë, një letër që nuk do të lexojë kurrë nga ata për të cilët ishte shkruar, por një letër që do ta çlironte atë nga faji që e hante. Ai shkroi për 5 familjet, për fajin e tij, për dhimbjen e tij, për shpresën e tij se një ditë kur regjimi të binte, kur e vërteta të dilte në dritë, dikush do ta gjente këtë letër dhe do t'ua tregonte atyre familjeve se ai nuk i kishte harruar kurrë, se ai kishte vuajtur për ta çdo ditë, se ai do të kishte dhënë gjithçka për t'i shpëtuar nga vuajtja. Dhe kur mbaroi së shkruari, ai e pallosur letrën, e vuri në një zarf dhe e fsheu në dyqemene e domës së gjumit, me një vend ku askush nuk do ta gjente kurrë, përveç se nëse e kërkonte me qëllim. Por a do ta gjente dikush ndonjëherë atë letër? Apo do të mbetej atu, e varrosur në ndru dhe plur, një dëshmi e një faji që nuk do të falej kurrë? Në pranverën e vitit 1990, kur muret filluan të bien në të gjithë Evropën lindor, kur njerëzit në Berlin tyenin murin me çekiç dhe lot gëzimi, kur regjimet komuniste binin njëri pas tjetrit si domino, familja Starova po ulej në dhomën e tyre të vogël dhe po shikonte televizorin me një shprehje që ishte njëkohësisht shpresë dhe frikë. Ata shihnin imazet nga Berlini, nga Praga, nga Budapesti dhe pyesnin veten, a do të ndodhe njëjta gjë në Shqipëri? A do të bjerë regjimi i Ramiz Alis? A do të hapen kufit? A do të mund të kthehen? Por javët kalonin dhe asgjë nuk ndodhte. Shqipëria mbete e mbyllur, e izoluar, e ngrirë në kohë. Dhe familja Starova kuptoi se edhe nëse muret binin kudo tjetër, muri i tyre do të mbetej në këmbë, sepse disa mure nuk janë të bëra nga gur dhe beton, por nga frikë dhe urrëtie, dhe ato mure janë shumë më të vështira për të rrëzuar. Por pastaj, në shkurt të vitit 1991, diçka ndodhi që ndryshoi gjithçka. Studentët në Tiranë dollën në rrugë duke kërkuar demokraci, duke kërkuar liri, duke kërkuar ndryshim. Policia i sulmoi, i rrahu, i arrestoi, por ata nuk u tërhoqën. Ata vazhduan të protestonin, ditë pas dite, javë pas jave, derisa qeveria u detyrua të lëshonte pe. Dhe në mars të atij viti, kufijt u hapën, jo plotësisht, jo përgjithmonë, por mjaftueshëm për të lejuar njerëzit të largoheshin, të kërkonin azil, të kërkonin një jetë tjetër. Dhe kur Agjimi dëgjoi lajmin, ai nuk ndieu gëzim. Ai ndieu vetëm një zbrasje të thellë, një trishtim që nuk mund ta shpjegonte, sepse ai e dinte se hapja e kufive nuk do të thoshte kthim për të. Ai e dinte se shtëpia e tij në Pogradec tashmë ishte zënë nga dikush tjetër, se puna e tij ishte dhënë dikujt tjetër, se jeta e tij e vjetër ishte zhdukur si tym. Dhe ai e dinte se edhe nëse kthehej, ai nuk do të ishte më i njëjti njeri. Ai do të ishte një i huaj në vendin e tij, një fantazm që ecste nëpër rrugët e kujtimeve. Por drita mendonte ndryshe. Ajo donte të kthehej, ajo donte të shihte motrën e saj. Fluturën që kishte ikur në Greqi dhe që tani me kufijtë e hapur mund të takohej përsëri. Ajo donte të vizitonte varin e prindërve të saj, të cilët kishin vdekur ndërsa ajo ishte në mërgjim. Ajo donte të ecte përsëri në bregjet e liçenit të Pogradecit, të shihte perëndimin e diellit mbi ujërat që kishin qenë dëshmitar të arratisjes së tyre. Dhe ajo i tha Agjimit: "Ne duhet të kthehemi, jo për të jetuar, por për të mbyllur kapitullin, për të përballur me të kaluarën, për të fallur vetes." Dhe kështu, në verën e vitit 1992, familja Starova u kthye në Shqipëri. Jo për gjithmonë, por për një vizitë të shkurtër, një vizitë që do të ishte njëkohësisht një kthim dhe një lamtumir, një takim dhe një ndarje, një shërim dhe një plagë e re. Kur ata arritën në Pogradec, qyteti duke i njëjtë, por edhe krejtësisht i ndryshuar. Rrugët ishin të njëjta, por njerëzit ishin të tjerë. Shtëpitë ishin të njëjta, por banorët ishin të rinj. Dhe kur ata ecën nëpër rrugët ku dikur kishin jetuar, askush nuk i njohu, askush nuk u tha mirëseardhje, askush nuk pyeti ku kishin qenë. Sepse në atë vend, harresa ishte një mënyrë mbijetese dhe kujtimi ishte një barë që askush nuk donte ta mbante. Ata shkuan në shtëpinë e tyre të vjetër dhe gjetën se ajo ishte zënë nga një familje tjetër, një familje që nuk dinte asgjë për Starovët, që nuk ishte dëgjuar kurrë për arratisjen e tyre,
që thjesht jetonte jetën e saj të zakonshme në një shtëpi që dikur kishte qenë dikujt tjetër. Agjimi trokiti në derë dhe kur pronari hapi, ai tha: "Unë jetoja këtu dikur, mund të hi për një moment." Pronari e shikoi me dyshim, por pastaj e ftoi të hynte. Dhe kur Agjimi hyri, ai shikoi dhomën ku dikur kishte fjetur, kuzhinën ku dikur kishte ngrënë, oborin ku dikur fëmijët e tij kishin luajtur. Dhe ai ndjeu se po shikonte një muze të jetës së tij të vjetër, një jetë që nuk ekzistonte më, që ishte bërë vetëm një kujtim i largët, një ëndër e zbetë. Dhe kur doli nga shtëpia, ai e dinte se nuk do të kthehej kurrë më, sepse kthimi nuk është vetëm një udhtim fizik, është një udhtim emocional, dhe disa udhtime janë shumë të dhimbshme për t'u bërë dy herë. Por a ishte ky fundi i historisë, apo ishte vetëm fillimi i një kapitulli tjetër? Një kapitulli ku familja Starova do të mësonte se liria nuk është vetëm të ikësh në burgu, por të jetosh me pasojat e ikjes, të mbash peshën e zgjedhjeve, të pranosh se çdo fitore ka një humbje dhe se çdo shpëtim ka një çmim që paguhet jo vetëm nga ti, por edhe nga ata që mbeten pas. Në një arkiv privat në Tiranë, të mbajtur nga një ish oficeri i sigurimit që sot jeton në një identitet tjetër dhe që pranon të flash vetëm me kusht anonimiteti, ruhet një kasafortë e vogël metalike me një kod që vetëm ai e di. Brenda saj, midis dokumenteve të tjera që dëshmojnë për krimet e regjimit, gjendet një zarf i verdhur nga koha, i vullosur me dyll të kuq dhe me shënimin të mos hapet kurrë. Urdhër nga Tirana. Kur pyetet se çfarë përmban ky zarf, ish oficeri nguron, ndes një cigare me duar që driden lehtë dhe pastaj thot: "Brenda ka një listë me 137 emra, emra të njerëzve që ndihmuan aratisje të ndryshme gjatë viteve 80. Disa prej tyre ishin peshkatar që jepnin informacion për rrjedat e ujit. Disa ishin mjek që falsifikonin certifikata vdekjeje. Disa ishin thjesht njerëz të mirë që hapnin dyert e tyre natën për t'u dhënë strehim aratisëve para se të provonin të kallonin." Dhe në krye të kësaj liste, me shkronja të kuqe, shkruhet një emër që askush nuk e priste. Emri i një njeriu që punonte brenda vetë sigurimit, që kishte akses në të gjitha planet, në të gjitha raportet, në të gjitha sekretet. Një njeri që për 20 vjet traftoi sistemin nga brenda, duke shpëtuar qindra familje, duke rrezikuar jetën e tij çdo ditë dhe që në fund pagoi çmimin më të lartë. Kur pyetet se kush ishte ky njeri, ish oficeri hedh cigaren, shikon nga dritarja dhe thot vetëm: "Nëse ju them emrin, nesër do të gjendeni vdekur, sepse disa sekrete janë aq të rrezikshme sa që edhe sot, 30 vjet pas rënies së regjimit, ato mund të vrasin." Por çfarë sekreti mund të jetë aq i frikshëm? Çfarë e vërtetë mund të jetë aq e rrezikshme? Dhe pse kur familja Starova u kthye në Shqipëri në vitin 1992, dikush i la një letër anonime në derë që thoshte vetëm: "Mos kërkoni të vërtetën. Ajo do t'ju vras." Në dimrin e vitit 1993, 6 muaj pas aratisjes së familjes Starova, në Pogradec ndodhi diçka që askush nuk e kishte parashikuar. Petriti Gjoka, peshkatari i vjetër që kishte ndihmuar Agimin të mësonte sekretet e liçenit, u gjeti vdekur në varkën e tij në mes të ujrave, me një shprehje në fytyrë që dëshmitarët e përshkruan si paqe të plotë. Raporti zyrtar tha se kishte qenë një sull në zemër, një vdekje natyrale për një njeri të moshuar që kishte punuar gjithë jetën në kushte të vështira. Por ata që e njihnin Petritin e dinin se ai kishte zemër të fortë sigur, se ai kishte mbijetuar stuhit më të tmeshme, se ai nuk ishte njeri që vdiste lehtë. Dhe kur trupi i tij u mor nga familja për t'u varrosur, vajza e tij, një grua e fortë me emrin Lule, që punonte si infermiere në spitalin e Pogradecit, gjeti diçka të çuditshme në xhepat e tij. Një copë letre pallosur e njom nga uji i liçenit, ku me shkrim të dridhur shkruhej: "Kam bërë atë që duhej. Tani mund të pres në paqe." Dhe nën këto fjalë, një listë me 15 emra, emra të familjeve që Petriti kishte ndihmuar të aratisnin gjatë viteve, emra që askush tjetër nuk i dinte, emra që ai kishte mbajtur sekret deri në frymën e fundit. Lule e lexoi letrën dhe për një moment nuk e besoi. Babai i saj, njeriu i qetë që fliste pak dhe që kallonte ditët duke peshkuar, kishte qenë një hero i fshehtë, një rebel i heshtur, një shpëtimtar që nuk kishte kërkuar kurrë lavdi. Ajo e fshehu letrën sepse e dinte se nëse e tregonte, familja e saj do të arrestohej, do të ndëshkohej, do të shkatërrohej. Por ajo gjithashtu e dinte se një ditë kur koha do të ishte e duhur, kur frika do të kishte kalluar, ajo do ta tregonte këtë histori, sepse heroi që vdes në heshtje nuk meriton të harrohet në heshtje. Por Petriti nuk ishte i vetmi që pagoi çmimin. Në të njëjtën kohë në Tiranë, në një zyrë të errët në Ministrinë e Brendshme, Arben Kola, oficeri që kishte dështuar të kapte familjen Starova,
po përballej me pasojat e dështimit të tij. Ai nuk u pushkatua, nuk u burgos, por u dha një ndëshkim që ishte më i keq se vdekja. U detyra të punonte si arkivist në bodrumin e ministrisë, ku ruhen dosjet e të gjithë atyre që kishin vdekur, që kishin ikur, që kishin zhdukur. Çdo ditë për 8 orë, ai ulej në një dhomë padritare dhe leconte raporte, shikonte fotografi, regjistronte emra. Dhe çdo ditë ai shihte fytyrat e atyre që ai kishte ndihmuar të arrestoheshin, të torturoheshin, të vriteshin. Dhe çdo ditë ai pyeste veten: a ja vlente? A ja vlente të shërbeje një sistem që në fund të trahtojë edhe atë? Një ditë në vitin 1990, kur regjimi po binte, kur njerëzit po tyenin dyert e sigurimit dhe po djegin dosjet, Arben Kolla mori një vendim. Ai mori doshen e familjes Starova, doshen që ai kishte lecuar qindra herë, doshen që e honti çdo natë, ve fshehu. Ai nuk e dogji, nuk e shkatëroi, por e fshehu në një vend ku askush nuk do ta gjente. Sepse ai e dinte se një ditë kur e vërteta do të kërkohej, kur drejtësia do të kërkohej, kjo dosie do të ishte dëshmia e vetme se çfarë kishte ndodhur, se si një familje kishte guxuar të ndërronte, se si një sistem kishte tentuar të shkatërronte, dhe se si, në fund, dashuria dhe guximi kishin fituar mbi frikën dhe urrëtitjen. Por a do ta gjente dikush ndonjëherë ato dosie? Apo do të mbetej e varrosur përgjithmonë një dëshmi e një lufte të fshehtë që u luftua në errësirë dhe që askush nuk e pa? Në pranverën e vitit 1995, 4 vjet pas kthimit të tyre të shkurtër në Shqipëri, familja Starova po jetonte në një apartament të vogël në periferitë e Sellanikut në Greqi. Agjimi punonte si roje nate në një fabrik tekstilesh, një punë që e lohte trupin, por që i linte mendjen të lirë të endej në përkujtime. Drita kishte gjetur punë si kujdestare për një grua të moshuar greke, një punë që kërkonte durim dhe butësi, cilësi që ajo kishte mësuar t'i kultivonte gjatë viteve të mërgjimit. Arlinda kishte mbaruar shkollën e mesme dhe kishte filluar të studionte mjeksi në Universitetin e Sellanikut, duke realizuar ëndrrën që prindrit e saj kishin pasur për të. Besnik punonte si elektricist, duke ndihmuar të mbështeste familjen, duke qenë burr i vogël që kishte premtuar të ishte atë natë në liçen. Ata jetonin një jetë të thjeshtë, të qetë, pa drama të mëdha. Por nën sipërfaqen e kësaj normaliteti, ekzistonte një dhimbje e heshtur, një plag që nuk shërohej kurrë plotësisht. Çdo vit, në 28 gusht, datën e arratisjes së tyre, familja Starova mblidhej në dhomën e ndenjes, ndezin një qiri dhe mbanin një minutë heshtje. Ata nuk flisnin për atë që kujtojnë, nuk shpjegonin pse qanin, nuk tregonin histori. Ata thjesht qëndronin aty, së bashku, duke mbajtur duart e njëri tjetrit, duke ditur se ata kishin mbijetuar diçka që shumë të tjerë nuk kishin mbijetuar, se ata kishin fituar diçka që shumë të tjerë nuk kishin fituar, por se ata gjithashtu kishin humbur diçka që nuk do ta gjenin kurrë më. Adeun e tyre, identitetin e tyre, pjesën e tyre të shpirtit që kishte mbetur në bregjet e liçenit të Pogradeqit. Një ditë, në vjeshtën e vitit 1996, Agjimi mori një letër nga Shqipëria. Ishte nga Lule, vajza e Petritit Gjokas. Ajo shkruante se kishte gjetur letrën e babait të saj, se kishte mësuar për rolin e tij në shpëtimin e familjeve dhe se donte ta takonte Agjimin për t'i treguar gjithçka. Ajo shkruante se babai i saj kishte folur shpesh për familjen Starova, se ai kishte thënë se ata ishin shembulli më i mirë se çfarë mund të arrinte një familje kur dashuria dhe guximi bashkoheshin. Dhe ajo shkruante se kishte diçka tjetër për t'i dhënë, diçka që babai i saj kishte lënë për Agjimin, diçka që ai kishte thënë se duhej t'i jepej vetëm kur koha do të ishte e duhur. Agjimi u kthye në Pogrades në dhjetor të atij viti, duke u dëtuar vetëm, sepse drita nuk donte të kthehej. Ajo kishte thënë se një kthim kishte qenë mjaftueshëm, se ajo nuk kishte forcë për një tjetër. Ai u takua me Lulen në një kafe pranë liçenit, në të njëjtin vend ku dikur ai dhe Petriti kishin pirë raki dhe kishin folur për peshkun dhe për jetën. Lule ishte një grua në të 50-tat, me flokë gri dhe sy të ngrohtë, dhe kur e pa Agjimin, ajo e përqafoi sikur të ishte vëllai i saj. Babai im të donte shumë, tha ajo. Ai thoshte se ti ishe njeri i rrallë, njeri që kishte guxim, por edhe zemër. Ai thoshte se shumë njerëz kanë guxim, por pak kanë zemër, dhe ti kishe të dyja. Ajo nxori nga çanta një zarf të vjetër dhe ja dha Agjimit. Ai më tha ta mbaja këtë derisa ti të ktheheshe. Ai e dinte se do të ktheheshe një ditë. Ai gjithmonë e dinte. Agjimi e hapi zarfin me duar që dridheshin. Brenda kishte një letër të shkruar me dorën e Petritit, me shkrim të qartë por të ngadaltë, sikur çdo fjalë kishte qenë e menduar me kujdes. Letra thoshte: Agjim, nëse po lexon këtë, do të thotë se unë nuk jam më këtu, dhe se ti ke guxuar të kthehesh. Dua të them diçka që nuk pata guxim ta them kur isha gjallë.
Nata kur ti dhe familja jote kaluat liçenin, unë nuk isha vetëm. Kishte dikë tjetër që po ndihmonte, dikë që punonte brenda sigurimit. Dika që më dha informacionin për ndërrimin e rojës, për pozicionet e kullave, për zonat e vërbra. Ky njeri rrezikoi gjithçka për të shpëtuar familjen tënde, dhe ai më bëri të premtoj se nuk do ta tregoja kurrë emrin e tij. Por tani që unë nuk jam më, veç e ti ke ktyer, mendoj se ke të drejtë ta dish. Emri i tij është Arben Kolla. Po, i njëjti oficer që tentoi të kapte, sepse ai nuk po tentonte të kapte. Ai po tentonte të shpëtonte. Ai ishte ai që dërgoi varkën e patrullës në drejtimin e gabuar. Ai që urdhroi projektorët të ndriconin vendin e gabuar. Ai që krijoi kaosin që të lejoi të kallosh. Dhe ai pagoi çmimin. Ai humbi gjithçka, karrierën, familjen, dinjitetin. Por ai nuk pendohet. Ai më tha një herë, nëse mund të shpëtoj një familje, ja vlen të humbas gjithçka. Kjo është e vërteta, Agim. Ve tani që e di, ti vendos se çfarë të bësh me të. Agimi e lexoi letrën 3 herë, dhe çdo herë lotët i rrjedhin më shumë. Ai nuk e kishte ditur. Ai kishte menduar se Arben Kolla ishte armiku i tij, gjuetari i tij, personi që donte ta shkatërronte. Por në të vërtetë, ai kishte qenë shpëtimtari i tij, engjëlli i tij i fshehtë, heroi që kishte vepruar në errësirë dhe që nuk kishte kërkuar kurrë lavdi. Ku është ai tani? Pyeti Agimi. Askush nuk e di, tha Lule. Pas rënies së regjimit ai zhduku. Disa thonë se vdiq, disa thonë se ndëroi identitet dhe jeton diku në Evropë, por askush nuk e di me siguri. Agimi u ngrit, shikoi liçenin që shkëlqente në diellin e dobët të dimrit dhe kuptoi se historia e tij nuk ishte ajo që ai kishte menduar. Ai kishte menduar se ishte një histori e guximit dhe mbijetesës, një histori e një familje që kishte luftuar kundër një sistemi mizor. Por në të vërtetë ishte një histori më e ndërlikuar, më e bukur, më njerëzore, një histori e njerëzve që kishin zgjedhur të bënin të mirën edhe kur çmimi ishte shkatërrimi i tyre, një histori e heronjve të fshehtë që nuk kishin kërkuar kurrë lavdi, një histori e dashurisë që kishte mposhtur urrejtjen edhe kur dashuria duhej të fshihej si një krim. Sot, në vitin 1121, familja Starova është e shpërndarë në të gjithë botën. Agimi vdiq në vitin 1009, në moshën 72 vjeç në Selanik, i rrethuar nga familja e tij. Fjalët e tij të fundit ishin: "Unë nuk pendohem, do ta bëja përsëri." Drita jeton ende, në moshën 85 vjeç, në një shtëpi të vogël pranë detit, ku çdo mëngjes shikon horizontin dhe kujton liçenin e Pogradeçit. Arlinda është bërë mjeke, punon në një spital në Athinë dhe ka kushtuar jetën e saj ndihmës së refugjatëve dhe migrantëve, njerëzve që si familja e saj dikur kërkojnë një jetë më të mirë. Beznik jeton në Kanada, ka një familje të madhe. Ve çdo vit, në 28 gusht, ai i mbledh fëmijët dhe niprit e tij dhe u tregon historinë e natës kur gjyshurit e tyre notuan drejt lirisë. Dhe në Pogradec, në bregjet e liçenit, ka një pllak të vogël guri të vendosur nga bashkia në vitin 1015 ku shkruhet: "Në kujtim të gjitha atyre që guxuan të ndërojnë, që guxuan të ikin, që guxuan të jetojnë, ju nuk jeni harruar." Ve çdo vit, në 28 gusht, njerëzit vinë në atë vend, lën lule, ndezin qirinj dhe mbajnë një minutë heshtje. Disa prej tyre janë të mbijetuar të arratisjes, disa janë fëmijë të atyre që nuk arritën, disa janë thjesht njerëz që duan të kujtojnë se liria nuk është një dhuratë, është një luftë, një sakrificë, një zgjedhje që bëhet çdo ditë. Por pyetja mbetet: a ja vlente? A ja vlente të rrezikosh gjithçka, të lësh gjithçka, të humbësh gjithçka për një shpresë që mund të ishte vetëm një iluzion? Familja Starova do të thoshte po, sepse ata jetuan, ata frymëuan, ata dashuruan. Dhe në fund, kjo është gjithçka që një njeri mund të kërkojë, jo një jetë të përsosur, por një jetë të jetuar me dinjitet, me gutësim, me dashuri. Dhe sa për Arben Kollën, oficerin që traftoi sistemin për të shpëtuar një familje, askush nuk e di se ku është. Por në vitin 1018, një gazetar investigativ në Tiranë mori një letër anonime që thoshte: "Unë jam gjallë, unë jetoj, dhe çdo natë para se të fle, unë mendoj për familjen Starova dhe buzëqesh, sepse unë e di se bëra diçka të mirë në një botë të keqe, dhe kjo mjafton." Letra nuk ishte e nënshkruar, por në fund kishte një shenjë, një vizatim i vogël i një varke në ujë me 4 figura që notonin drejt horizontit. Dhe kjo, miqtë mi, është historia e vërtetë e arratisjes nga Pogradeci. Jo vetëm një histori e një familje, por një histori e një populli që vuajti, që luftoi, që mbijetoi. Një histori që na mëson se edhe në errësirën më të thellë ka gjithmonë një dritë, edhe nëse ajo dritë është vetëm një shkëndij, edhe nëse ajo shkëndij duket në një njeri vetëm, edhe nëse ai njeri nuk shpërblehet kurrë.
Dhe tani, ju që po dëgjoni këtë histori, ju që ndoshta keni jetuar në atë kohë, ju që ndoshta keni pasur familjar që provuan të iknin, ju që ndoshta keni qenë vetë dëshmitar të asaj nate, çfarë mendoni? A ishte familja Starova heroike apo egoiste? A ishin ata viktima të një sistemi mizor, apo ishin ata përgjegjës për vuajtjen e atyre 5 familjeve që u arrestuan për shkak të tyre? A ja vlente liria e tyre çmimin që të tjerët paguan? Shkruani mendimet tuaja në komente. Na tregoni historinë tuaj nëse keni një. Na tregoni se si ju ose familja juaj përjetuat ato vite të errta. Sepse këto histori nuk duhet të harrohen. Ato duhet të tregohen, të ruhen, të transmetohen nga brezi në brez. Sepse vetëm duke kujtuar të kaluarën, ne mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë. Nëse kjo histori ju preku, nëse ju bëri të mendoni, nëse ju kujtoi diçka që kishit harruar, lini një pëlqim, ndani videon me miqtë tuaj dhe abonohuni në kanalin ton për më shumë histori të vërteta nga e kaluara jon. Sepse e vërteta, edhe kur është e dhimbshme, është gjithmonë më e mirë se harresa. Faleminderit që dëgjuat, dhe mos harroni, liria nuk është kur fallas. Ajo paguhet me gjak, me lot, me sakrificë, por ajo ja vlen, gjithmonë ja vlen.